Unë kam pas fatin me shku 2 herë në Izrael. Izrael, Siri, Palestinë, Jordani. Arsye ka kena shku me një grup që ishte mixt. Edhe pelegrin, po edhe dashamirës të arkeologjisë. Atje, mërshim se cili mërte nga një dhurat, nga një diçka të vogël. Simbolika që quhet toka shenjt, e toka shenjt është kjo toka, vaj, ujë beku, edhe guri. I ke marrë në Jeruzalem këto? Jeruzalem. Çuditërisht të thëna këto objektet që ishin të kultit katolik, shiteshin vetëm nga palestinezët aty në Jeruzalem. Pra nëse shkoj atje, doje të blej një suvenir, një kujtim, një gjë që i përkiste besimit katolik, e gjeje vetëm tek palestinezët? Po, çudi e madhe, ishte tregu i gjatë, i gjanë aty mes për mes, plot e për plot, edhe këto me shumë dashamirësi në i shërbime. Çfarë mendove ti atje? Kur e bleve te palestinezët? Unë kisha të menduar. Këta janë politika. Politika bën vetën, politika ndërkombëtare, politika shtetënore. Janë supremacitë të shteteve të fuqishme që bajnë ato çka mundën me bë. Aty toka shenjt është vend i zjarrt që në krijimin e vet. Kombet që kanë jetuar aty, kombet që janë përpjek, po të hyjmë te Bibla e vjetër, trajtohen, të gjitha këto histori trajtohen pak a shumë si të tilla. Janë foto të marruna nga kanët e emulacionit socialist që janë vendosur dikur te kooperativat bujqësore. Po janë personazhe të njohur ndonjë prej tyre apo janë foto nga përditshmëria? Shumë prej tyre unë i njoh, sepse unë kam punuar në këto vende. Janë foto lokale po? Lokale. Pra janë foto të marruna në Kukës, edhe në zonën, rajonin ton këtu. Këtu duket si diçka zyrtare, çfarë është? Po, janë aktivitete. Janë të periudhës tërmetit, janë periudhat të ndryshme. Për këtu thamë, vazhdoj me atë filmat fotografik. Është kontingent që unë akoma nuk i kam skanu këto të pakten. Kam harxhu për ato filmat andaj, i përllogaritën në orar fix, 2 vjet e 8 muaj, ka 8 orë në ditë i takon. Unë nuk i kam bë 8 orë në ditë, se kam punu vetëm natën, se dushe me lanë, por kaq punë ka pas skanimi, vetëm skanimi të në. Këtu kam kamerët e mija që unë kam punu me ta, me këto 2 jetë. Sa të vjetra e këto kamerë? Kjo është e vjetër, këto është ndër të parët. Ndër të parët që ka ardhur në Shqipëri? Po. Pra në fillim në Shqipëri kanë punuar me kamera gjermane? Po, janë kënë tralla shumë. Edhe gjitha këto aparatet ke punuar ti me këto aparatet? Aparati që ka bë më shumë foto është një praktika, edhe janë shumica e këtyre filmave, një aparat shumë i mirë, bile normat mirë. Edhe si firmë, kjo firmë është shumë e pëlqyeshme ka kënë në botë. Vetëm këtu e keqja ishte asaj periudhe kohët se filmat ishin dopt. Celuloidi ka kënë shumë i dopt. Pastaj ato ku i ke marrë? Këto janë të blemë, të gjitha të blemë. Çfarë kohë i përkasin? Nuk di me e përsaktu. Ka dhe një mënyrë, sepse tash nëpërmjet fotografisë mund është me nxjerrë disa. Çfarë është kjo? Ai është dyll bletet. Dyll? Po. Është i bletëve që kam pas dikur, e kam rrit si simbolik këtë. Po kjo? Kjo është imitim, nuk është diçka e përdorur. Po nuk është diçka që i përket Shqipërisë, apo jo? Nuk i përket Shqipërisë. Gorkin e kam pas kështu pak me qef, Maksim Gorkin, shkrimtarës, shumë i mirë. Pretendoj me bë dhomen e traditës vjetër të nejës. Zadrimës? Zadrimës. Ka kënë nej e ullën për rafshit, maksimum janë kënë do stola, të vezir që janë përdorë, edhe jastek të mushën me lehë. Na të regoj, qëfar duhet të ketë dhoma e Zadrimës, me pa tjetër? Dhoma e Zadrimës ka gjithçka tjetër. Atëherë fillon nga ato objeksionet që varen murë. Zadrimi aty kënë katolike ka pas një o Jezusi ose një shëjtor që ka kënë pajtori shpis të ne. Mëndaj ka pas gjithçka të grave. Ka pas arken. Janë vetëm të grave. Kjo për shembull nuk u ndihmohej kur burrat. Kjo është me tonë. Po, nuk e bënin kur burrat, vetëm gratë. Jo, burri është herë. Si ka dalë kohë burrit në fakt. Ashtu? Sepse ka kënë shumë i ngarku me punë bujqësore, edhe gratë kanë punu jashtë kufive,
Ndërkohë kjo është E çiftelik. vjetër, por e përdor nga fëmijët. Pra se ishte e vogël. Kanë deshur me jo fut në gjak fëmijëve dëshirën për me mësu. Janë tipe të armatimeve të vjetra, ka edhe më të vjetër se sa këto do të shohim një aty më lart. Këtë për shembull ku e ke marrë? Turke. Po, e shoh që është këtu, turke, po këtu është është përdorur në Shqipëri po thua? Ka armë, kjo është gjermane, e luftës parbotnore. Wow. Për se unë këto kam frikë ti prek tani. Mauser i kanë thënë. Ma shpjego pak edhe një herë çfarë është? Mauser, gjermane luftës së parbotnore. Është gjetë këtu, në trojet këtu, edhe çuditërisht, vetëm këtë kam dhuratë. Edhe më vjen mirë sepse është një mall që ka vjetërsi. Kurse, kjo këtu është turke. Kjo ka kënë me 7 fishek, rrotullohi këtë dollapi me dollap, ka pas dorezën, edhe shumë të sigurta, punime shumë të mira, materiali vazhdon bile prodhimi i qelikut turke dhe sot e kësaj dite. Qelisit më të mira i ka pas për armatim edhe për gjitha veglet e tjera, turku edhe gjermani, mahen rekord. Kandil, për me badrit, me vajgurit, ta në shtëpia tona i kanë përdorë. Përveç kandilëve, mallvorën janë ba me xhame dhe ato është o gjaku vend i druve, gjithmonë një kovë ka nej me ujë, vegëshi, vorba që e themin ne. Gjithmonë e madhe, e vogël, e tjerë i kena palla atje, janë të ushqimeve. Ai duket pak i vogël si dikur shumë Është i njerëz. vogël për gjëra të vogla, pa varet çka ka dish me gatuar zoja e shtëpisë. Ka një tip gjymit aty, shumë i vjetër. Ai vihej aty edhe nxehe me ujë, edhe tradita vjetër ka qenë që burrat, kryesisht burrat, po edhe gratë, ndarë kanë la kamt para se sa me fjet, sepse janë lodhë gjithë ditën edhe me fjet pak më relaksu dhe me fjet pak më rat. Quhen sini, janë të bakrit të dyja këto. Më shumë është përdor këtej nga zona, nga ana e besimit musliman. Për të ushqyer apo jo? Për të ushqyer. Para vendoshin ato sahanët këtu, lukët e tjera të buka, edhe ulej aty për rrafshit, rrotulloshin. Kjo është me mbështjell penin, përpara se sa me shku me punu atje në tezja. Pra, e mbështjellte në fitilat apo stafat, në kallama zakonisht edhe ishte gati arke vjetër. Ose sundo. Po, secila nga arkat paktën kanë mbi 70 vjeç. Është një këtu. Ku e kishte vendin kjo në një shtëpi zadrimore? Atëherë te dhoma e nusës. Kur dhomat e nusëve ishin të vogla, sepse ka kënë edhe shtëpiat e vogla, në fakt nuk ishin mallore, atëherë te dhoma madhe e burrave, që ishte kur, kishte shumë djem, me shumë nusë, aty më i baj pak. Kjo mbante vetëm gjërat me vlerë, më të mirat. Vetën, jo, kjo ishte vetën e nusës së një djalit. Nuk përzihesh kusht tjetër. Shumë e bukur. Ndërkohë ti ke edhe një dhomë lart. Po. Pra një pjesë lart. Çfarë mban aty? Aty janë disa elemente të kuzhinës, të bronzta, dhe pjesa tjetër është veshjet tradicionale kombëtare. Ti seleksionon dhe veshje? Po. Ti shohim edhe veshjet? Patjetër. Është një boqe që përdoret në zonën e hasit. Zymi i hasit, e punu me shumë bukur, edhe me shumë elemente, shumë gjanat që kërkojnë edhe shpjegime. Kjo është përdori të kali, hebet të kali quheshin, këto musheshin me materiale, me ushqime, me gjanat të tjerë, gjatë transportit. Këtu kena jelek, janë jelekt, këto janë të zonë Zadrims, këtu të Malësia Madhe, këtu jena përtej të Kalmeti, këtu ana e Bushatit dhe ana muslimane, e gjitha kjo. Pse ndryshojnë dhe me fe veshjet? Po. Cili është ndryshimi? Për shembull, jep një veshje katolike dhe një muslimane. Që katolike, që të gjitha këto tjerat janë muslimane.